E donte për shkak karakterit që i kishte. E çmonte shumë për karakterin e moralit edhe për turpin që i kishte. Gjithë ata e lanë vatanin, gjithë ata e lanë shtëpit, shkuan, po nuk është që e thjesht, nuk është qaq e lehtë, po kur bëhet për me adhuru Zotin, për bindjet e tij, për ta plotësuar, domethënë imanin e tij, për të shkuar në një vend ku do të jetë i lirë për të manifestuar bindjet edhe adhurimet, subhanallahu çfarë sfide e madhe që sot nuk kërkohet për neve një gjë e tillë. Për Othmanin, sikur që edhe për Abu Bekrin dhe Omerin, ka disa herë është përsërit kjo. Hapja derën dhe përgëzoja se është për xhenetit. Dhe nuk ka lënë mbas tij tjetër kush ta merr këtë vlerë, është shkrimi i Kuranit në kopje dhe ndarja e tij në vende të ndryshme. Në 7 kopje zyrtare. Ushtria që e ka dërguar Othmani ishte e para ushtri që tentoi që ta çliron Konstantinopolin apo Stambollin. Edhe aty u varos Ebu Ayyub el-Ansariu, njeriu që e priti në shtëpinë e tij në fillim të hijrëtit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar vëllezër dhe motra, ju që e ndiqni podcastin Mejlis. Sonte do të flasim për një personalitet të rëndësishëm nga historia e Islamit. Do të flasim për Othman ibn Affanin radhiyallahu anhu, dhëndrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kalifi i tretë i drejtë, dhe ka shumë vlera tjera për të cilat më shumë do të na tregon hoxha i nderuar Shpend Zaneri, të cilin e ftuam dhe i shprehim mirëseardhjen në podcastin tonë. Allah shpëlbeft, mirë se gjejmë çdo herë. Allah shpëlbeft se çdo herë jeni përgjigjur pozitivisht dhe qëllimi i këtij podcastit është me i bërë publike disa vlera dhe disa veçori të ashabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse ne e dim se besimi i ehli sunetit lidhur me ashabët e Muhamedit alaihi salatu wassalam, Allahu qoftë i kënaqur me të, ose ne i duam, i respektojmë, por nuk besojmë se janë të shenjtë, që nuk bëjnë gabime, por veprat e mira janë shumë të shumta në numër se sa gabimet e tyre që kanë qenë gabime eventuale dhe lëshime. Fillimisht do isha ta bëj një hyrje ku do të them se do të flasim për Othman ibn Affanin radhiyallahu anhu, cili është kalifi i tretë, i cili e kishte në ofkën dhunë urrejn, ai që u martua me 2 vajzat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam njëra pas tjetrës. Privilegj që nuk i ra askujt tjetër përveç Othmanit radhiyallahu anhu. Ishte njëri i njohur me butësinë e tij, me bujarinë e tij dhe me devotshmërinë e thellë. Cili ishte ky njeri i cili njihet sikur Othman ibn Affan radhiyallahu anhu? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Çdo herë kur po flasim për këto burrat e mëdhej të umetit, sahabët e dalluar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pite Abu Bekri, Omer dhe tani Othmani, do të më pas parasysh edhe ne edhe dëgjuesit që po shprehim disa fjalë, po ngërthejmë disa dobi, disa mësime nga jeta e tyre, e jo që i flasim të gjitha. Sepse ajo do të kishte nevojë ndoshta për emisione të një motivim për njerëzit që më tepër me hulumtu biografinë, se nuk është e mundshme brenda 40-50 minutave që të flasim në detaje për jetën e tij. Asnjëherë. Do të thonë është jetë plot me mësime, plot me angazhime, plot me sakrifica nga jeta e tyre, po kemi theksuar diçka që e dallon njëri prej tjetrit. Do diçka që ka karakterizuar Abu Bekrin, që nuk ka qenë të Omeri, diçka që është të Omeri, që nuk ka qenë as të Abu Bekri, as të Othmani, e tani po kalim të sahabiu i nderuar Othman ibn Affani, një prej në mesin e 5 atyre që pranon Islamin që fillet e thirrjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në atë rrethin e afërt familjar, por që është interesant, e kemi përmendur te Abu Bekri, Othmani ishte për aty që u bë musliman në dorën e Abu Bekrit. Do të thonë nga thirrja e Abu Bekrit, jo drejt për drejt nga thirrja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo sot do pak e bën më interesante, më të çuditshme, se po të bisedonte drejt për drejt me Muhamedit, nëse më është po në rregull se është e takon, e njeh,
merr prej tij, po nuk I ka nevojit as kjo, saqë vetëm t'ja ka përcjellë Abu Bekri lajmet për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam I ka mjaftuar subhanallahu. Thuhet për një rast që ky desa ishte në udhtim për në Sham, kishte dëgju zërat që ka dalë një pejgamber me emrin Ahmed nga Mekka. Ka dëgjuar në Sham. Në Sham. Ai zonë nuk është di prej ku dëgjohet dhe nga ku vjen. Dhe ka qenë një farë shenje, një farë argument ose paralajmërimi, argument shtues për të, duke e njohur historinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe më herët sikur që e ka njohur Abu Bekri, nuk nguruan fare për me qenë prej të parëve, për atyre që u afruan dhe u udhëzuan me lejen e Allahut dhu xhelal. Dhe kjo natyrisht e ka forcuar edhe më tepër lidhjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me Uthmanin. Donte për shkak karakterit që kishte. Donte për shkak domethënë pozitës që kishte. Domethënë edhe Abu Bekri, po edhe Uthmani, domethënë gati se shquhen aty dikun janë tregtar të njohshëm të epokës Mekë se kështu më radh, po. Edhe për mençurin, sidomos e çmonte shumë për karakterin e moralit edhe për turpin që e kishte. Ndërsa me sa na kujtohet është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur e viziton Rukajen, po vajzën e tij, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe I thot sillu mirë me burrin tënd. Sepse nuk ka njeri që më gjason mas tepër me se sa Uthman ibn Affani. Kjo lavdat e madhe nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, jo zatën, që në vitin e 5 të shpalljes e bën edhe dhëndër të vet me bien e tij Rukajen. Dhe është një prej dhëndurve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pas qëndron jetë ajo e marton me vajzën tjetër. Po marton në vitin e 5 të shpalljes, ndron jetë në gjatë betejës së Bedrit. Edhe është një prej shkaqeve pse Uthman ibn Affan nuk mori pjesë në Bedr. Domethënë me lejen e pejgamberit sa se ishte sëmur shumë Rukaja, edhe I tha pejgamberi as ti je me neve në Bedr. Lufton dhe gjuan sikur që ne gjuajmë atje. Domethënë se mos prezenca. Është hadithi tjetër ku thot pejgamberi sa habasahum al-udhur. I pengoi arsyeja pse nuk janë me ju, a marrin pjesë edhe hise në çdo sevap që e keni edhe ju. Sepse kjo ndoshta nga leximi I jashtëm për atyre që nuk kanë dije rreth fesë dhe nuk e lexojnë mirë historinë islame, mund të thënë që kjo është një vërejtje për Uthmanin se nuk mor pjesë në Bedr. Nuk është I vetmi që s'ka marr pjesë në Bedr. Ka pasur shumë sahabë tjerë, sepse nisja për në Bedr nuk ka qenë nisja për në luftë. Qartë, ka qenë fillimisht nisja për me kthy karavanin. Me marr pasuritë e tyre, me pasurinë që kishin plaçkitur me kasit edhe me rikthy. Një pjesë të asaj pasurisë. U ndryshua strategjia komplet, saqë mor pejgamberi sa përgjigjen e ansarëve edhe muhaxhirëve. Muhaxhirët të parë e pranuan këtë, dhe sa ansarët po dëshironte për aty të dëshirojnë se a do të qëndrojnë sepse marrëveshja ishte me marr pasuritë edhe më kthy jo për luftë. Edhe marrëveshja mes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe Medinelit ishte që ato ta mbrojnë brenda kufive. Brenda Medinës. Përderisa Bedri I ka dikon 160 kilometra jashtë Medinës. Është më larg prej Medinës. Po, domethënë karakter interesant si Uthmani, domethënë dallon prej Omerit shumë. Dallon edhe prej Abu Bekrit. Abu Bekri është shquar shumë me modesti. Po nuk I ka mungu edhe ajo guximi dhe trimnia edhe vendosmëria në momente. Përderisa Uthmani ishte më I turpshëm. Edhe kjo është në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thotë se a nuk do të tërprohen pe atij që tërprohen pe ti edhe me lekët. Subhanallahu dhe çfarë grade të lartë të turpit e ka përdorur. Këto fjalë që I ka thënë Muhamedi alayhis salam dhe që tregojnë shumë për vlerën e Uthman. Këtyre ashabëve në mesin të cilëve është edhe Uthman radhiyallahu anhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith thotë aleikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin. I ka quajtur në mesin e halifëve që do të gjykojnë me drejtësi. Ato janë 4 edhe një pjesë domethënë pjesa e xhilafetit që ka pas edhe Hasani radhiyallahu anhu, domethënë 30 vite që ka qenë do të jetë xhilafeti I drejtë. Po Uthmani, domethënë është prej atyre sahabëve që I kemi përmend tek Abu Bekri dhe Omeri, që thonë sahabët tash, thonë
nuk ka pas mos pajtim mesin tonë se më i miri ndër njerëzit është Ebu Bekri, Omeri dhe Othmani. Pastaj thotë kemi lënë çështjen. Othmani ishte një prej atyre dhe ku përmendet edhe me tekst nga hadithet e pejgamberit se po i pasu xhulefat e drejt mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë është ta potencojmë këto është karakteristike e tij, vetëm e tij, martesa e Othmanit spari me Ruqayn, bien e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por ajo ndron jetë në Bedër, po pastaj martohet edhe me Kulthum. Do thonë është i vetmi që është martuar me 2 bijat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një prej novkave po emra me të cilët ka qenë njohur është Dhun-Nurayn. Ai pronari i 2 dritave. Drita e parë Ruqaja, drita e dytë. Kam lexuar se thuhet është i vetmi në histori që një njeri të ketë martuar 2 bijat një pejgamberit. Kjo është veçori e madhe. Kjo është një privilegj që ka pas vetëm ai. I dërguari i Allahut Muhammed sallallahu alaihi wasallam sigurisht si mundëson që me qenë martes bija e tij me ndonjë njeri i cili nuk ja të themi kushtimisht nuk ja vlen me qenë burri i saj apo bashkët. Në këtë rast pejgamberi ka insistuar pas që ka ndruar jetë ta martohet me tjetër. Domethënë kjo ndoshta ta shkoqisim si çështje fetare, martesa për një familje lejohet përderisa ajo bëhet. Domethënë nëse e para vajzë ndron jetë dhe ka drejt ta martohet motrën e saj të dytë me pëlqimin dhe miratimin e saj. Por jo për ato martesa që kanë për një koshme janë të ndaluara fetarisht. Në Kur'an është teksti i ajetit ku thotë që ti bashkoj me martes 2 motra. Do thonë nëse ndron është një dukuri që ka qenë e pranishme të ne shqiptarët i kanë martuar 2 motra për një herë. Nuk kanë qenë të vetëdijshëm apo i kanë anashkaluar këtë ndalesë. Ma mërmen se hoxhallarët e kanë shpjeguar se është ndaluar që me i pas 2 motra për një herë në kuror apo në një qah. Ndërsa mundet nëse njëra vdes që me martu me tjetër duke i plotësuar kushte tjera që i kanë një qahi. Me siguri se ajo është e lejuar. Në këtë rast është mirë që tash nuk kam dëgjuar, por ma herët kena dëgjuar për njerëz që i kanë mbajtur 2 motra në kurore dhe kanë qenë të martuar për një herë me 2 motra që është ndaluar fetarisht. Fetarisht edhe me tekst të Kur'anit është ndaluar. Ne folëm pakës për karakterin dhe afërsinë që e ka pas Othmani radiallahu anhu pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A mundemi të përmendim disa nga veprimet, nga veprat e tij madhështore me të cilat ai e shënua përgjithmonë emrin e tij në historinë e Islamit? Sakrifica nuk mungonte prej asnjë prej sahabëve. Po ja që subhanallahu çdo herë kur flasim tek sahabët gjejmë tek Othmani, gjejmë te Omeri, gjejmë te Abu Bekri, gjejmë te Aliu, gjejmë te Talha ibn Ubaydillah, te tjerë, Musab ibn Umeri, një djalë i ri, mosh, po që ndryshon krejtësisht. I cili la jetën luksoze edhe shkojnë në Medinë për të bërë thirrës edhe ambasadori i parë i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Janë momente, janë sakrifica që nuk e gjen ndoshta shembullin. Edhe Othmani ishte një prej tyre, që rrezikoi edhe bëri hijret edhe për në Abisini. Pas e bëri hijret ishte ndër të parët që bëri hijret për në Medinë. Do thonë la gjithçka mbrapa. La gjatat mall, gjatat pasuri, gjatat. Edhe pse më shikoj nga syri i jetës që kemi sot ne, jetës bashkëkohore, ai ka qenë elita, ka qenë tregtar, ka qenë pasanik, ka qenë pjesë e shoqërisë së lartë në Mekë. Por pas që e pranon Islamin, është i gatshëm të sakrifikuar çdo gjë. Te krejt sahabët pe përmendmi që të pikë që gjithë ata e lënë vatanin, gjithë ata e lënë shtëpit, shkuan. Po nuk është as e thjeshtë, nuk është çaq e lehtë, po kur bëhet për me adhuru Zotin, për bindjet e tij, për ta plotësuar, domethënë imanin e tij, për të shkuar në një vend ku do të jetë i lirë për të manifestuar bindjet edhe adhurimet, subhanallahu çfarë sfide e madhe që sot nuk kërkohet për neve një gjë e tillë. Për neve kërkohet diçka edhe më e vogël edhe më e thjeshtë, kur kush nuk duhet me lënë vatanin për me adhuru Zotin, se përdesë je i lirë edhe mundesh ta bësh atë.
tek na për shembull ditë sotit mund t'i kërkohet një muslimanit leje pak punën me haram, fitimin me haram, biznesin me haram, lej pak gjunahet. Do të thonë diçka që është sakrificat e vogla. Shumë e thjesht, nuk është edhe çaq e madhe, do të thonë nuk është rrezikua ala jeta jonë për me adhuru Zotin. Nuk e kemi atë sfidë që kanë pas atë edhe kur i lexojmë këto rreshta mos mendojnë që ka qenë shumë të lehta. Mendimet e tyre për me ik edhe me lanë. Është mirë me theksu se arabët Mekasit kanë qenë shumë të lidhur në aspektin fisnar. Edhe kanë qenë të lidhur për bataljen e vet. Prandaj, siç e thave edhe vet, nuk ka qenë i lehtë largimi nga edhe pejgamberi sa kur largohet. Vet ai ka shpreh. Ka thënë. Sikur mos më kishin dëbu, asnjëherë s'kisha pas më. Ose rasti me Waraka ibn Nawfal kur i thot Waraka do të përjashton, do të dëbon popullit nga Mekja. Kisha pas dëshirë kisha unën. Pse më dëbu? Nuk kam pas mundësi me konceptu cili ka me qenë shkaku që populli të kthehet në kundërshtim të bëhet kundërshtari pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme që këto lëvizje, ky hijret, braktisja e kretë pasurisë, edhe shkputja përfundimtare, lidhje familjare që i kanë pas për shkak të besimit, nuk kanë qenë veprime të lehta. Prandaj kjo na tregon se sa e madhe ka qenë sakrifica e këtyre njerëzve, që kanë sakrifikuar në mes e tyre edhe Uthmani radiallahu anhu. Po dyshim parat edhe e gjen tek sahabët, për shembull ne kemi hadithin e 10 përgëzuar me xhenet. Nuk janë vetëm ato 10, po të janë përmendur me një hadith, me një fjalë, me një rast, me një kohë. Për Uthmanin, sikur që edhe për Abu Bekrin dhe Omerin, ka disa herë është përsërit kjo. Hapja derën dhe përgëzoja se është për xhenetit. Për shembull për sakrificave dhe veprave madhore do ta përmendim ndoshta të parën çka e veçon Uthmanin është blerja e bunarit të Ruma. Që ishte një shtytje, një nxitje nga vet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush e blen dhe do ta ketë një të tillë në xhenet. Uthmani as nuk u mendua para. Ishte një bunar në Medinë që ishte në posedim në pronën një qifutit. Ai çdo mbushje, çdo kovë e shitte me kompenzim. Që ishte vështirë për muslimanët sepse nuk gjenin ujë të ëmbël të pishëm. Sidomos në ato vendet ku është shkretir gjithandej. Atëherë e dha këtë iniciativë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtë projekt që të blihet dhe të lihet vakëf për muslimanët. Fillimisht, sikur që është në disa transmetime, ai pronari nuk pranoi që të shitet komplet, po tha do ta shes gjysmën e saj. Me 12.000 dirhem ose dinar, ndoshta kanë qenë, nuk më kujtohet, e ka ble gjysmën dhe atë ditë që ishte rendi i Uthmanit, u alinte muslimanëve që ta shëme pa kompenzim. Edhe fakt mbeti puna që ditën tjetër që ishte me kompenzim nuk shonte askush merrte ujë. Kështu që u detyrua ta shet komplet dhe mor me 35.000 dirhem. 35.000 dirhem është parë e madhe. Do thonë Uthmani i pasur në Mekë, po Uthmani i pasur edhe në Medinë. Këta sahabi që kanë qenë të suksesshëm në jetën e tyre të përditshme, kur kanë ardhur në Medinë, vetëm kanë lyp kosh tregu. Edhe sikur se është rasti Abdulrahman ibn Aufit, kur kanë tregu, ma tregoni vetëm kosh tregu. Ska pas nevojë. Ska pas nevojë dikush t'ja e pasurinë, po. Se t'ja shtrej dorën diku. Ka thënë dulleni ala suqin Medinë. Ma tregoni kosh tregu, unë vetë do të gjinë. E kanë qenë, domethënë ka qallzan aftësi. Dhe pas një kohë shumë të shkurtër është martu për ari që e ka fituar në tregun e Medinës. Domethënë aftësi e madhe, sukses i madh i biznesit, në tregtisë kanë qenë ditun. Se muslimanët nuk kanë qenë faktor pasiv në jetën e tyre. Por kanë qenë vazhdimisht aktiv, edhe në aspektin e fitimit, edhe në aspektin e tregtisë, në aspektin e çdo lëmie të jetës. Kanë qenë, domethënë, faktor proaktiv që quhet sot. Po ja, për shembull, çështja bunari Ruma që përmendet në hadith. Do thonë para e madhe që pjesa dërmuese e sahabëve s'kan pas mundësi ta paguajnë ata. Kanë qenë disa prej pasanikëve, Uthmani ishte prej atyre të parëve që e ndërmor këtë akt. Akti i dytë, do thonë përgatitja e një ushtrie gjigante të madhe për të dalë në Tebuk. Jeshul Usra. Ishte pse vështirë se në momente dhe koha ishte shumë e nxehtë, sepse e përmend Allahu Dhul Xhelal në Kur'an
se jenë ankud disa prej munafikëve se mos u nisnin këtë nxehtësinë, këtë vapë të madhe. Po Allahu gjithë La tanfiru fi al-harr. Kul naru jahannam ashaddu harra, zjarri i xhenemit është më i nxehtë. Dhe gjithat përgatitja e bën vetë Othmani radiallahu anhu, domethënë thotë ka përgatit diku 940 deve edhe 60 kuaj. Edhe me 10.000 dirhem para. Domethënë një ushtri të tërë vetë një person të përgatise, ka thënë se në mesin e muslimanëve ka pas njerëz të cilët pejgamberi sa çka ka thënë, lënë një dorë Osman. Çka të bën mas sodit nuk i bën dam kur gjë. Nuk i bën dam. Do thonë ky hadith tjetër jashtë aty hadithet që përgëzon me xhenet. Edhe subhanallahu këto vlerat sahabëve nuk mundesh ti hedhish poshtë, ose nuk mundesh ti të mendosh për një sahabi, se kjo do të na vjen në fund temës për shembull se si ka mundësi pastaj të mendon dikush për Othmanin se ka punu për interes të veta, për interes familjare, ka bërë diçka që nuk është dorë të bëhet e kështu me radhë. Gjithë këto lavdata nga vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe e dyta ishte kjo përgatitja e ushtrisë, është punë gjigante, punë e madhe që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e lëvdoi shumë për këtë. Dhe e treta për gjërave që e veçojnë Othmanin që nuk ka dhe nuk ka lënë mbas tij tjetër kush ta merr këtë vlerë, është shkrimi i Kuranit në kopje dhe ndarja e tij në vende të ndryshme. Në 7 kopje zyrtare. Për arsye se do të më pas parasysh, Kurani nuk kishte nevojë për një shkrim të tillë përderisa ishin sahabët pak në numër. Gjuha ishte unifikuar, të përqendruar atje rreth Medinës. Ato ishin mekelit, muhaxhirët ose ensarët, e flitnin arabishtën e kollume, të mirëfillt edhe të kuptueshme, po përderisa kohën e Othmanit sidomos u zgjeru shumë kufiri islam. Nëse thotë se ka mrit deri në Kaukaz, në ato në vendet veriore të Afrikës, do të thonë një zgjerim goxha hinën në brenda islamit të huaj shumë, që nuk i njihnin rregullat e arabishtës, nuk e dinin leximin e mirë. Nga frika se mund të vjen deri tek ngatrimi i ajeteve, e morr, domethënë këtë iniciativë, që është për iniciativë shumë mëdha, duke ditë se Kurani deri këtu ka ardhur në etapa. Domethënë kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam fillimisht është shkruar nga disa sahabë të cilët kanë të caktuar në sende të ndryshme. Po jo, lëkurën, ndrojnë në pllaka të ndryshme çka kanë gjetur. Meshtra. Do. Edhe nuk kanë qenë të kompletuar. Për shembull, disa sure kanë të një sahabi, disa të një sahabi tjetër, disa të Aisha, disa të Safia. Ebu Bekri me iniciativën e Omerit duket ishte që vdesën shumë hafozler në një prej betejave, atëherë tha është mirë të bëjmë me një vend. Dhe e merr dhe e bën tubimin e Kuranit. Andaj duhet të pas parasysh këto që sot subhanallahu alon disa shkolla fillore ose në disa landë që i për sikur që është landa sociologjisht, mësohet se Muhamedi derisa me shkroi Kur'anin. Nuk e shkroi as Muhamedi, nuk e shkroi as Abu Bekri, as Othmani. Muhamedi sa e lexonte, për atyre kishte që mësonin Kur'anin përmendsh. Edhe ajo ka qenë baza. Baza ka qenë në mënyrë gojarisht. Gojarisht, domethënë të transmetohet. Ka dëgjuar, edhe ka mbajtur mend. Sikur që mësonte Muhamedi sa prej Xhibrilit alayhis salam. Tubimi erdh në kohën e Abu Bekrit si diçka e domosdoshme. Këto hafëzat që e kanë ijazetin, e kanë ashtu zinxhirin e lidhur prej te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në brenda sahabëve deri tek personi prej të cilit e ka mësuar Kur'anin përmendsh. Po, më sa më duket ka marrë numri i ijazetit tash deri te 28. 28. Po, 28 breza. 28 breza janë tash për ata që dojnë me marrë ijazet Kur'anit, me ardh me dëgjim që e kanë dëgjuar deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ajo është baza. Baza është. Kjo që është shkruar është quhet mushaf. Mushaf në cilin është regjistruar Kur'ani. Sa baza e memorizimit dhe ruajtjes së Kuranit është me anë të hifdhit, me anë të mbamendjes. Vërtet kjo si logjik qëndron se popujt jo arab detyrimisht nuk i kanë njoft mirë arabishtën, nuk i kanë njoft mirë rregullat e leximit, do të ndodhte, do të kishte nevojë shumë për ndërhyrje që çka është lexu gabim, ku nuk është dash komentimi edhe të tjera, përdisa Othmani e bën një kopje dhe ajo të jetë bazë në gjuhën e Kureshitëve. Dhe
një prej atyre ka pas shumë nxënësa të vet se i ka pas se Othmani shquhet për hafez i Kuranit. Do të thonë është për sahabëve që përmenden se ka lexuar Kuranin të tërin në namaz. Po. Do të thonë është për atyre sahabëve që është përkushtuar shumë në Kuran. Sidomos hadithin e famshëm kush e mëson Kuranin dhe mëson të tjerëve është më i miri. Më i miri. Khairu komentale me Kur'an wala. Është hadithi Othmanit. E transmeton Othmani edhe. Po. Dhe për nxënësa të tij ka qenë Abdurrahman as-Sulemi që është imam ose hoxha i Asimit, dhe një prej transmetuesve të haditheve të Kuranit, po. Edhe kjo ka thënë edhe lidhshmërinë që ka pas çdo herë edhe për kujdesin edhe shërbimin që ja kanë bë Kuranit sahabët e nderuar krye me Othmanin. Po sot nëse flet për Kuranin, kopjet që janë tash në këtë formën e librit, cila është baza e tyre është Othmani radhiyallahu anhu. Është shkrimi i tij. Ato që i ka bërë ato 7 kopje zyrtare dhe pastaj i ka dërguar në për qendrat e botës islame në atë kohë. Vja vlen të përmendni hoxhë se Allahu xhaleshano ka ruajtur Kur'anin dhe Kur'ani është i garantuar dhe është i vetmi libër hyjnor i shpallur për Allahut i cili nuk ka asnjë lloj ndryshimi. Edhe këtë ne me krenari e themi. Derisa libra tjera që janë shpallur më herët kanë qenë shumë të ndryshuara, ka ndodhur shumë gjëra që janë shtuar, janë paksuar dhe kështu me radhë. Kanë mësuar deformime, normal, kanë pas momente ku kanë ndërhyr dora e njeriut, aty përdesë sot ti e lexon surën Fatiha, dhe atë sure e gjen të njëjtë të shkruar në atë kopjen e Othmanit radhiyallahu anhu. Nuk ndryshon asnjë shkronjë, asnjë harf nuk ndryshon. Kjo është që Allah subhanahu wa taala ka dashur që me muslimanët me mbet Kur'ani si udhërofyes deri në ditën e Këto janë sebepe. gjykimit. Shumë tubimi e Abu Bakrit që ka bërë tubimin e pjesëve të Kuranit, të shkruar, edhe shkrimi edhe kopjet e Othmanit janë sebeb që i kanë ndihmuar këtij procesi, por padyshim që Allahu xhallahu e ka garantuar që do ta ruaj ata. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne kemi zbritur Kur'anin dhe ne ta mbrojmë dhe ta ruajmë ata. Hoxhi nderuar, mund të më tregu diçka rreth khilafetit të Othmanit radhiyallahu anhu. Çka e veçoi khilafetin e tij, si u bë halif pas Omerit radhiyallahu anhu dhe? Po. Halifi i tretë i muslimanëve, khilafeti i tij zgjati për 12 vite. Do të thonë 2 vite më tepër se vetë Omeri radhiyallahu anhu. Duke ditë se Othmani çdo herë pozita e tij ishte afër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, një prej këshilltarëve të afërt të Abu Bekrit, sikur që ka qenë edhe vetë Omeri, po sidomos edhe me Omerin kanë qenë bashkëpunëtor në formimin e shumë, do të thonë, rregullave dhe ligjeve dhe sistemit të funksionimit të një shteti. Do të thonë, ai ishte aty që dhe khilafeti i tij vjen me, do të thonë, me porosi nga Omeri radhiyallahu anhu në atë kuptimin që Omeri e pa që po ndron jetë. Dhe inicoi një grup, një këshill të sahabëve që ata mes vetit të ulen dhe ta caktojnë dikon për khalife. Se nuk donte që ta lënë këtë çështje të merr kohë dhe të muslimanët mbesin pa një kryeshtetas, pa udhëheqës. Dhe unanimisht, do të thonë në radhë pajtimit tek Othman ibn Affani, sikur që ka ndodhur te Abu Bekri, sikur që ka ndodhur tek Omer radhiyallahu anhu, dhe sahabët janë pajtu për khilafetin e njëri tjetrit. Do ta varrejmë pas edhe tek khilafeti i Aliut radhiyallahu anhu. Nga zërat që dëgjohen për atyre që janë jo dashamir të Islamit dhe muslimanëve, thuhet se këtu ka pas një lloj padrejtësie pse i është marrë haku Aliut është dashur të jetë ai halife i parë. Nuk mund të ndodhë një gjë e tillë mesin sahabëve përdesa ai vet u ka zgjat dorën të gjithëve dhe u ka dhënë besën që të jetë halife të muslimanëve. Si mund të perceptohet një gjë e tillë në mesin e sahabëve kur sa fjalë të mëdha flet Aliu radhiyallahu anhu për shembull për Othmanin, do të thonë, sidomos do ta varrejmë për kur vjen puna edhe mbysen dhe bjen shahid dhe dëshmor, do të thonë këto sahabë të nderuam çojnë lanet, mallkojnë ata të cilët ngretën dorë mbi trupin edhe shpirtin e Othmanit radhiyallahu anhu. Khilafet me plot angazhime, me plot mund, me plot i zgjerum, tash kufit e shtetit ishin
shumë të zgjeruar që janë shtuar edhe më tepër padyshim edhe angazhimet, edhe përgjegjësitë. Butësia e tij çdo herë ishte edhe turpi i tij çdo herë ishte në nivelin më të lartë. Ndoshta sikur që përmend nga një prej sahabijut, thonë vërejtët që janë bë për Uthmanin, nga ana e munafikëve, nga ana atyre që ishin prej të devijuarve dhe të rënë në fitne, thonë njëjtat gjëra, njëjta pika. Sikur të i kishte Omeri, kurse kishin thënë. Se nuk e linte, domethënë autoriteti i tij, ajo vrasësia e tij, ai guximi dhe trimëria e tij nuk e linte që dikush me të të bjen din këtë pozitë. Përdesë Uthmani rënë ishte i tillë në karakter, në sjellje, në moral. E ndoshta këtë e keq përdorën ato që dështën fitnen. Ti edhe e keq përdorën. O shumë me vend që e përmende se Aliu radiallahu anhu në realitet, këta që thuajnë se Aliu t'ja kanë marrë padrejtësisht pozitën e halifit apo khilafetit pas vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, këta në realitet e nënshmojnë Aliun. Sepse nuk është e mundshme që po të ishte kanë e vërtet se pejgamberi ka caktuar atë që të bëhet halif. Ai asesi nuk do ta pranonte që dikush tjetër t'ia merr. Madje kishte luftuar sepse është në të drejtën. Është me tekst. Po, është në të drejtën. Ta kundërshtoj askush. E ti nëse thua se Aliu e ka pranuar një realitet i cili është në kundërshtim me të vërtetën, kjo është një lloj akuzë ndaj Aliut, vetë Aliut se është pajtuar me padrejtësinë. Sa kjo është një gjë e cila është pamundshme, inshallah flasim për Aliun radiallahu anhu, është e pamundshme që të paramendohet për një trim guximtar, sikur se ka qenë Aliu radiallahu anhu. E marrin si një pretekst kësaj që ka ndodhur, pse është vanuar besatimi i Aliut për te Abu Bekrit diku për 3 ditë me radhë. Se mas 3 ditë vjen në xhami dhe ja shtrënduar. Po në fund ja ka dhënë besën. Po Omeri si ndodhi atëherë? Si ja dha besën më një herë? Ç'është? Po te Uthmani atëherë. Po t'ishte vonesa, e ishte një trim i rrallë, një sahabi i shqumë, se nuk do ta mshefte atë të drejtën që partnersinë apo si thave që përderisa i takon dhe ka citat për të dhe ka hadith për të, pse ta mshef atëherë? Pse t'jep të drejtë dikujt tjetër? Po kur ata këtë një zëri ishin të pajtuar për nëse në mesin e shumë sahabëve, domethënë po flasim për Medinë ku Haxhi Lamtomris kanë bë haxh 124.000 sahabë. Po flasim se Aliu nuk ja pas ka dhënë besën. Nuk është kusht fillimisht. Këtë dynjaja më çu dhe më ta dhën dorën se je bë halife. Pika e parë. Përderisa këshilli i sahabëve e ka miratuar një vendim të tillë. Ai ka marrë fund. E dyta, vonimi ka ardhur me arsye. Ka qenë thënë me varimin e pejgamberit. Po, varimi i pejgamberit ishte atë ditë. Nuk mundet të thonë as logjikisht ndodhe këtë ato gjëra çashme përderisa ishte i afërt me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe i angazhuar drejt për drejt në përgatitjen, lamjen dhe çefinosjen dhe faljen e xhenazës dhe gjitha ato procedurat. Nuk janë procedura të lehta. Ato kallabllak i madh, ato angazhime të mëdha. Ishin turma desa kanë falë xhenazën. Gjithë secili. Edhe mos me pas një troh arsye me thani po është normal që është vanu. S'ka pas nevojë këtu të shpiket diçka se ka me në zemrën e tij ndonjë inat ose mos pajtim me Abu Bekrin kështu më radh. Përderisa ai tjetë prap në xhilafetin e Abu Bekrit ka qenë një prej më të angazhuarve, më të afërm, këshilltari më i mirë. Bashkë me Omerin dhe Uthmanin. Po çfarë ti kënaqur me të gjithë. Ne domethënë e kemi dashurinë ndaj familjes së pejgamberit sa marrësia ka porositur Muhamedi sa por asnjërin, as familja e pejgamberit as ashabët nuk i ngrisim për një pozitën e tyre. Edhe këtu kujtohet hadithi i pejgamberit sa kur thot mos më ngritni ashtu siç e kanë ngritur Isan të krishterët Isain birin e Meriemës. Po thuani Abdullahi wa Rasuluhu. Rob, fillimisht është rob i Allahut, pastaj është i dërguari i tij. Do të më qenë krena për këtë bindje që e kemi si musliman, sidomos edhe që mbizatron edhe në trojet tona, elhamdulillah, që na kemi respekt për këtë sahabët. Pa dallim njëri prej tyre. Përderisa për atyre që i potencuam tash mos i përmendemi me terme se kush janë,
ata bëjnë dallim me sahabët sa disa prej tyre i quajnë për renegat. Po. Për Shumicën, përveç 4. për renegat. Prej Po, tyre tash thënë ku se është ku është drejtësia atyre, ku është logjika atyre, ku është, domethënë, ku janë ato hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për vlerën e këtyre sahabëve. Domethënë edhe plus teksti i Kuranit radiallahu anhum wa radu anhu. tekste, hadithi, domethënë konsenzusi i sahabëve. Edhe ensarët. Konsenzus ka ixhma mesin e sahabëve për vlerën e tyre. Që nuk mund ta këtë kalosh këtë konsenzus. Vjen dikush në gjeneratën e 3, 4, 5 edhe tash akuzon dikon për thonë, kjo është mangat të çmendorisë sa realitet. Prandaj një prej vlerave që i ka Islami është që njeriu e vlerëson sipas devotshmërisë, sipas sakrificës që e përmendëm fillim. Dhe në Islam nuk ka diçka që ti e fiton vetëm si të drejtë sepse ke lidhje të gjakut me dikën. Pejgamberi sa ti të kujtohet shumë mirë kur hip në kodrën e Safas dhe kur e thret familjen e tij. Dhe i thot vajzës e tij, kërko prej meje në këtë dunja çfarë dëshiron. Sepse unë në ditën e gjykimit nuk mundem me të bëj. S'kam çka me të bënë se ti nuk je përgatitur me iman edhe me vepra të mira. Ebu Lehebi ka qenë axha i tij, por Allahu një sure e tërë është kushtu. Po, tebbet jeda, domethënë e mallkon edhe domethënë Ebu Lehebin për veprin tani e tij, e cila është këput është shirk dhe kufër. Edhe luftë kundër të dërguarit të Allahu subhanahu wa taala. Edhe është nëse njeriu ndalet edhe i logjikon sendet sipas logjikës islame, do ta sheh se ajo që e ngrit njeriu dhe që vendos në një pozitë pak më të lartë është imani i tij, dhe veprat e tij, sakrifica e tij. Dhe lidhja e gjakut, përveç se na motivon ne të respektojmë familjen e pejgamberit e sa, këtu më kujtohet pashtë edhe atë që thot Allah gjithashtu për Ibrahimin alayhis salam. Kur thot la yanalu ahdi adh-dhalimin, domethënë ky bekimi im që është për familjen e Ibrahimit alayhis salam nuk do t'i kaplon ata që bëjnë padrejti. Edhe pse është familjar. Po, edhe pse ka qenë familjar. Edhe kjo domethënë ne e duam familjen, edhe i respektojmë. Edhe themi se ato janë të dashurit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Por nuk i ngrisim më lart se sa pozita e të cilin ka vendos Allahu xhashani, i cili është i drejtë, i mëshirshëm, i urtë dhe i cili i vendos gjërat në pozitën e tyre. A ke diçka me thonë për khilafetin Osmanit apo të kalojmë te tema e fundit? Domethënë khilafeti, domethënë u përmendën disa prej angazhimeve që ishte ajo më kryese e khilafetit, është tubimi i Kuranit, si më karakterizuar. Nuk po him detajet e luftrave dhe betejave dhe zgjerimit. Po mirë të tregojmë shikuesve se ushtria që e ka dërguar Osmani ishte e para ushtri që tentoi që ta çliron Konstantinopolin apo Stambollin. Edhe në atë ekspedit ra shahid edhe aty u varos Ebu Ejub el-Ansariu, njeriu që e pritin e shtëpinë e tij në fillim të hijrëtit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë edhe vali i tij është sot atje në brendësi të Stambollit. Ato ishin ekspeditat më të suksesshme deri atëherë. Do thonë këtë drejtim ka Europa, ka Maghrib el Arabi, do thonë ka perëndimi Maroko, Tunizia dhe Azerbajxhani, Kaukazi, ato vendet e larta të Azisë. Këtë ato vendet ma voraj Nahar që pas lumenjëve Tigri dhe Eufrati, që këtë ato janë çiruar në kohën e Osmanit radhiyallahu anhu. 12 vite, domethënë bajgi një kohë gjatë. Edhe është shumë me rëndësi të përmendet sa e stabilizoi shtetin, edhe e bëri pasi që e mori si trashëgimi për Omerit, e vendosi domethënë shtetin islam në binaret e duhura, edhe filloi të funksionon në mënyrë. Gjatë khilafetit të tim mund të ndajmë, për shembull ai bëri disa vendime që ishin vendime të reja për sahabët, për shembull tek Omeri, ndoshta kemi përmend, ndoshta edhe jo, ishte Omer edhe që caktoi namazën e taravive që të jetë në xhami dhe ti tu bëj muslimanët bashkë me një saf, përdesë falshin veç a veç.
diçka të ngjashme është edhe në hilafetin e Uthmanit, kur ai në ditën e Xhuма caktoi që të thirret edhe një ezan, për shkak se nuk dëgjohej dhe nuk ishte përgatitja për Xhuma, se ushtuan muslimanët, ushtu rreth, u zgjeru qyteti, erdhën shumë muslimanë për të banuar tani në Medinë dhe kishte nevojë thirrje në treg. Në treg. Ishte ezani i parë, që të përgatitet, tjetri më ezani i Xhumas ishte më vetëm se në xhami. Tash ajo traditë mbeti. Ajo traditë. Duhet me pas parasysh se për këtë çështje ka diskutim edhe tek ulemat dhe është pranuar subhanallahu një veprim i tillë nga Uthmani radhiyallahu anhu me ixhman e sahabëve. Pse ixhma? Se nuk pat asnjë sahabi, nuk transmetohet që dikush ta ketë kundërshtuar këtë vendim. Edhe kësaj thënë ixhma sukuti apo konsensus i heshtur. Do thonë detyrimisht ata janë pajtuar me gjë të tillë. Pastaj hadithet e pejgamberit alayhiselam që u jep të drejtën 4 halifëve që ata na të ndjekim vendimet e tyre, të ndjekim sunetin e tyre. Nuk është shpikje fundit kjo. Sigur që ishte rasti me Omerin me namazin e Taravis. Nuk ka shpik diçka të re. Edhe Uthmani e kishte një bazament të kësaj, për shembull ezani i sabat, që thirret ezani i parë dhe ezani i dytë. Me shkas thirret. Ka një arsye për të dëgjuar më herët për xhumit. Aso për në Ramazan ti përgatitet me lan syfyrin. Syfyrin, si ta dish. Nëse hin koha e sabat edhe përfundon më syfyrin dhe vazhdon në axherimi. Kështu që diçka të ngjashme bëri Uthmani radhiyallahu anhu për çështjen edhe është vendim shumë i logjikshëm, shumë i matur, shumë i dobishëm për muslimanët. Edhe sot ka nevojë për muslimanët, sot, edhe pse ndoshta çash xhamit ekzistojnë me minaret gjata, me autoparlante, dëgjohet ezani, por ka nevojë muslimanët që është në punë, muslimanët që është në treg, muslimanët që është i angazhuar. Do të thonë për momentin angazhohet me diçka edhe e ka plan haresa ajo është një përcaktuar. Për shembull, mund shumë lehtë të ik xhumaja përdesë ai do ta kuptoj shumë vonë se ka filluar namazi. Dhe kjo ende vazhdon. Për atë nuk duhet me pas këtu kur një farë hatër mbetje, as lloj vërejtje pse ende është pjesë e fesë edhe kjo. Bile nuk ka nevojë që të ndryshohet për se ka arsye që punohet me ta. Se mund ndryshohet kjo. Është arsyetuar edhe argumentuar, edhe me pajtimin, pëlqimin e këtë ashabëve, askush nuk ka treguar se është kundër kësaj. Edhe dyta që është hadithi, ka puni për sunetin është zhvendos, gradualisht ka ardhur derisa është zhvendos edhe në xhami. Domethënë mbi derën e xhamisë është thirr një herë ezani që dëgjohet sa më larg. Është ezani për të thirr ato që janë larg për marrë xhumë. Atë ezani i xhumës që thirr brenda është më vetë se fillimi i xhumës. Po pas atij ezanit çohet khatibi dhe mban hutbën. Kjo është, domethënë, ka është një prej vendimeve më interesante. Pastaj ka ndodhur tek Uthmani radhiyallahu anhu një çështje, një ijtihad nga ana e tij, ta quajmë kështu ne, kur në Mina shkon dhe gjatë qëndrimit atje gjatë haxhit, namazet i fal nga 4. Përdesa ishte suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të fal nga 2. Atëherë ndodh një farë diskutimi, ta quajmë kështu, mes sahabëve, sidomos mes Abdullah ibn Mesudit, me sa më kujtohet, edhe sahabëve të tjerë, se ka qenë traditë e pejgamberit 2 të falmi, por arsyeja e Uthmanit ishte shumë e shëndosh. Potencum nuk ishin muslimanët si para 10 viteve ose si kurse ishte në kohën e Abu Bekrit dhe Omerit, përderisa në kohën e Uthmanit erdhën shumë musliman të ri. Nga frika se ndoshta do ta kuptojnë se namazi që ka 2, edhe të qëndrojnë me atë namaz pas edhe në vendindet e tyre. Dhe për mos ma e dhënë këtë kuptim, ai nisi të falë namazet nga 4 rekate. Sahabët që kishin me të diskutime, mos pajtime në çështjet, ata vazhdojmë sunetin e pejgamberit të falme nga 2, apo ta marrë me këtë arsyetim, e falen të gjithë nga 4. Jo bindën dhe priset. Edhe nuk kundërshtuan. Edhe pse ndoshta kur kanë ardhur vet ato në vitet më vonshme, ndoshta edhe kanë falë nga 2, duke u kthyer tek ajo esenca që e kanë besuar se është e tillë. Po në çat moment kur është prijesi ai i cili e cakton, ne të gjithë duhet të bindemi atij. Këtë vendim bile thuhet që e ka pas edhe Aisha radhiyallahu anha.
Një Ate kanë llogaritë të vetëm se tilla. në vendas në Mekë, prandaj Edhe ose si ka pas vendas, shtëpi. po se ishte halife i muslimanëve, për halife muslimanëve gjithë vendi është vatan për ty. Ku do të shkosh është vend lindja jote, por si ishte Mekeli ato. Po është një prej ritualeve të haxhit, për shembull, sidomos namazin në Arafat, namazin në Muzdelife, namazin në Mine, do të thonë është parapon që të falet nga 2 ato recate që Si ka fal pejgamberi. nga 4. Por mund që unë edhe tjetri, ulemat me zveti, edhe sahabët, të kenë pas pikpamje dhe mos pajtime me pikpamjet e veta, se të duke mbështet në argumente. Për fundi, këto pikpamje, këto mos pajtime kanë rezultuar në bashkim. Kanë rezultuar në pajtueshmëri mes vetë, në unitet. Edhe është fjala atyre e çmuar, el khilafu shar, përçarja është e keqe. Do thonë, më mirë mu fal me një saf, edhe me 4 rekat, edhe pse ty ndoshta s'ta merr mendja që është e drejtë, se sa mundan 2 safe, 2 xhamate, edhe kjo ndodh te na sot. Sot e lexova për Ibrahimin a.s. Një prej veçorive që i ka pasaj, është vazhdimisht e ka treguar për kacin e tij ndaj islamit, ndaj nështrimit ndaj Allahut, islamin atë kuptimin e gjerë. Prandaj Allah thot Kur'an nuk ka qenë as çifut, nuk ka qenë ai as krishter, por ka qenë hanif, I pastër. musliman, Dinin e pastër. ka qenë në besimin e pastër, të kulluar të islamit, të tauhidit, musliman, i dorëzuar Allahu xhaleshanu, dhe me kumel mushrikin, dhe nuk ka qenë prej idhujtarëve. Kjo tregon se muslimani duhet të ketë çdo herë ta ketë parasysh se ti përket një umetit, nëse ti bën ndonjë veprim i cili e fillon fragmentimin, përçarjen e umetit, ti me këtë i bën, do thonë, dëmton unitetin e muslimanëve. Prandaj kjo që e tha ti ashab shumë mirë e kanë kuptuar. Ka thonë el khilafu shar, se çdo herë kur mos pajtimi, mos marrëveshja bëhet shkak për përçarje, atëherë Është sharr, është e shar. keqe. Me siguri se Allah në Kur'an thot la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Mos e kundërshtoni njëri tjetrin që të mos dështoni. Edhe pastaj si rezultat dështimit të humbet fuqia juaj. Të largohet fuqia juaj. Sikur sot muslimanët ta kenë këtë tërbije, subhanallahu do të ishte shumë domethënëse edhe do të reflektonte shumë mirë. Përderisa shumë musliman si më thonë të bindjeve të ndryshme, të rrymave të ndryshme sot për një pikpamje, për një sunet që është i bindur në atë, më thonë është i gatshëm të tjetrin ta xhuan krejtësisht, përderisa vetëm se nuk pajtohet në argumentet ose në bindje. Dhe një meselë e cila është ndoshta e pranon mendimin ndryshe. Se ka meselë ku mendimin ndryshe pranohet edhe tolerohet, por ka meselë që do thonë mendimin ndryshe ndoshta është pakës më vështirë të pranohet, po është Sidomos këto çështjet është për keqardhje se te musliman do çështje ka që janë shumë hapësirë. me i qujtë dytësore, se dia është termi i duhur, por janë çështje që e pranojnë mos pajtimin, e pranojnë mendimin ndryshe, për ato musliman përçan, ndërsa për mesele tjera që janë ndoshta boshti i dinit, aty do me thonë tregon ma tolerant. Shumë nuk është e mundshme që një besimtar me toleru atë që e thojnë shijat për ashabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe me zbrit edhe sikur në një nivel të mos pajtimit të fikor. Jo. Ma tepër është me rëndësi që me pas parasysh këto, sulme ndaj islamit, se sa ndo dallime që kanë të bëjnë me fikun apo me ndonjë dispozit e fesë islam. Këto ato dispozita kthehen në ijtihadin e dietarëve, se mund të jetë sakt, edhe vetë hadithi mund të jetë i sakt mbas ijtihadit të një dietari, që tek tjetri ai hadith mund të jetë i dobët për shkak të ijtihadit të tij. Edhe çështja edhe meselja është ijtihad. Është një libër i njohur i Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, rahimahullahu, flet për këtë. Dhe largimi i kritikës nga imamat e ndjekur, të dalluar, duke treguar se asnjë prej mendimit të mirë dhe imamëve ka qenë se ato asnjëherë nuk e ka refuzuar hadithin vetëm se është hadith, jo. Por ka pas çdo arsye, ose rruga që ka ardhur ka qenë e dobët, ose sahabiu që transmeton ka qenë më pak i ditur se ndonjë ashab tjetër,
dhe i kanë pas edhe ky arsye tonë. Edhe kështu me qenë muslimanët. Kur vin si çështje, shumë i mirë, shumë i mirë, sikur ta lexojnë muslimanët, domethënë do të bisedoj sharon shumë gjëra. Me një hoxhë dhe ja tregova këtë libër, ai sikur nuk e dinte se ekziston një libër. Se o shumë rëndësinë, në veçantë në këtë periudhë të historisë ku muslimanët domethënë janë shumë të përçarë dhe të dobësuar, mos me shtu benzin zjarrit, po me mundu që me shuajt ato zjarrin e përçarjes dhe mos marrëvesh. Në veçantë për këto çështje ditësore. Nuk tham se për çështjet madhore, jo dietarët ato që debatojnë. Ato që Islami e potencon këto për çështjet për shembull kur ajetet janë shumë të qarta, hadithet e sakta mutavatira që janë edhe ato shumë qarta që nuk ka diskutim. Që kushtet e imanit edhe gjërat farzet e fesë, ato që nuk ka hapësirë më për të diskutuar. Hoxhë nderuar, në fund të jetës të Othmanit ndodh një fitnë, e cila përfundon me vrasjen e tij. A mund të tregosh diçka lidhur me këtë, edhe me këtë inshallah për mëdhë. Othmani radhiyallahu anhu, domethënë gjatë periudhës së fundit të jetës ndodhi një diçka e jashtëzakonshme, ta quajmë nga jashtë rrethi i muslimanëve të Medinës. Ajo fitnë erdhi më shumë nga Kufja edhe nga Egjipti. Thuhet që ka qenë një njeri me emrin Abdullah ibn Saba, një çifut i cili pretendon se është musliman. Është ai i cili dhezi fillimisht atë zjarrin e kritikës ndaj khalifës, duke e akuzuar atë për disa gjëra me shpifje të ndryshme. Pre akuzave ishte që Othmani radhiyallahu anhu ka angazhuar për veli, për prisa, njerëz të afërm të tij. Se ai ka përfituar për pasurisë e muslimanëve personalisht. Se ai, për shembull, edhe çështjen e minës ja kanë përmend. Se ka kundërshtuar hadithin ose sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për sa ku janë të sahabët të tjerë të cilët e meratuan atë vendim. Akuza kur ta dëgjojsh kështu, akuza që mund të ishin zgjedhur me një diskutim, bile kjo ka ndodhur se grupi i parë i atyre fitnëxhive që vinë në Medinë, ulën dhe bisedojnë me Othmanin radhiyallahu anhu dhe u përmend subhanallahu Othmani thotë, po a jam unë ai musliman për atyre që ishte me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi për mua garantoi për xhenet? A jam unë për atyre që e bleva pusin Roma, e këto vlerat që tash duhet praktikisht në konsiderat këto gjëra, se nuk jam unë njëri i thjesht për cilën ti mund të akuzosh më njëherë me këto gjëra shumë të imta, shumë të vogla. Për nepotizëm, për shembull. Për çështja e nepotizmit, këtë njerë, për shembull, pse Abu Bekri e angazhoi më shumë të ishte Omeri në krahun e tij? Ai ishte pse vetëm shoku i vet? Ja, po një më meritori në mesin e sahabëve nuk ka, domethënë nëse është në bazë meritës, edhe pse ka të afërm çka ka problem. Po kur është pa merit, kur është duke e shkel të drejtën tjetër, atëherë është e dëmshme. Sikur të kishte ekzistuar edhe një gjë e tillë. Dhe grupin e parë të atyre fitnëxhive e kthen mbrapa, domethënë qetësohet situata. Po nuk qëndron një kohë vetëm se rikthehen ata me akuza që vinë në Medinë, e rrethojnë shtëpinë e tij dhe detyrimisht kërkojnë që ai të jep dorëheqje prej xhilafetit. Me këto akuza të tyre. Ishte vendimi i gjithë sahabëve që gjithë ata që kanë ardhur dhe e kanë rrethuar shtëpinë e Othmanit radhiyallahu anhu që ti marrin dhe ti dëbojnë, ose nëse është nevoja që edhe me ata të luftojnë. Vetëm për ta mbrojtë, se është detyrë e muslimanëve ta mbrojnë xhilafetin, po të parën e tyre. Othmani nuk pranonte asesi, edhe pse zgjati rrethimi, thotë diku 20 ditë, diku 40 ditë. E kanë rrethuar se që ka nisë me mungu edhe ujë në shtëpinë e tij. Subhanallahu. Kanë lejuar as ujë me hinë. S'kan lënë kur xhami. Thotë se Othmani thotë i largon sahabët e afërt, shokët e tij të afërt, që edhe më mos jenë edhe mbrojtës të shtëpia vetë, do ta mbroj veten unë. Nuk duan thotë që unë të jem shkaktar që të derdhet gjaku. Ndoshta sahabët nuk e kanë prit se mund vjen një gjë e tillë. Sepse kërkesa ishte për dhënë dorëheqje,
akuzat ishin shumë në pa bazë, përderisa edhe vetë Othmani nuk ishte iniciator që të bëhet një krizë më e madhe që të shkaktohet luftim aty në Medinë e kështu me radhë. Derisa në një ditë për ditëve, ata e ndërmarrin aktin më të shëmtuar që mund të ekzistojnë, hynë në shtëpi, domethënë me forcë, prej mbrapa shtëpisë, edhe e gjejnë Othmanin radiallahu anhu duke lexuar Kur'an, edhe atëherë e godasin, edhe aty e vrasin. Domethënë në shtëpi e tij mbi musaf. Sepse edhe vetë bashkëshorët e tij është dalë mbrojtje, por edhe ata e godasin dhe e largojnë. Bile ndoshta se kujtohet edhe në transmetim është edhe e godasin edhe me shpatë dhe e lëndojnë shumë. Edhe bashkëshorët ata njerëz të cilët subhanallahu nuk njohin në autoritet sahabësh. Kjo ka ndodhur, ajo është një fitne që do të jetë mësim për musliman deri në ditën e Kiametit, që humbja autoritetit nga njerëz autoritativ që u ka dhënë Allahu dhe autoritet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk mundesh ti ta zhdukësh ose ta zgjësosh sikurse s'ka ndodhur kur gjë hiç. Sikur këta musliman ta kishin përdor hadithin e pejgamberit kur ka thënë që për shembull rasti kur pejgamberi e ka lënë për shembull gjykimin mbi munafikët. Edhe ato në disa raste, në disa betejë bile ku kanë qenë betejë vendimtare, ata kanë bë fitnë të mëdha. Ka thonë jo se ndoshta njerëzit thonë që Muhamedi i vret shokët e tij. Çfarë fjale e madhe sikur musliman ta përdorin këtë hadith. Po vetëm ky ishte hadith, shkak. Othmani ishte sahabi i nderuar, nuk ishte për munafikëve. Po ta kishin marrë çet hadith ata si bazë, po nuk guxonin ta ngrinin zërin ndaj Othmanit, lemo ta godasin ata me shpatë. Mos mendojnë njerëz se unë po i vras shokët e mi, edhe pse ishin munafik, ata e meritonin dënimin. Po të Othmani ndodhi subhanallahu që edhe sot kjo rrym apo kjo ideologji është e vazhdueshme tek gjithë ata të cilët dëshirojnë të rënojnë autoritetin e ulemave dietarëve. Ndoshta thotë dikush po jo, nuk është e vërtetë se për shembull na mund të thëmë se ky dietar është që punon për interesat një shtetit, për interesat një mbretit, për interesat një personi të caktuar, është i shitur, punon për pasurinë, punon për kështu. Po të njëjtat akuzë ishte edhe për Othmanin. Do thonë vetëm se është ndëruar, tash për të Othmanit ka dalë të një alim. Është duhet të pas shumë kujdes. Me këtë veprim ti jep argument, argument armiqve të Islamit, me thonë që kjo fe është fe jo e drejtë, nga se ka këtu nepotizëm, ka këtu padrejtësi, ka këtu servilizëm ndaj pushtetarit nga ana e dietarëve. Nëse shumë mirë thave se një umet, një bashkësi fillon dhe dështon atëherë kur i lufton autoritetet e vet. Ka ato shtylla që e mbajnë, subhanallahu më kujtohet një thënie një dietar prej selefit, ku thoshte ai që hidhrohet apo i armiqson dietarët është sikur njeriu që hidhrohet me shtyllat e xhamisë. Që domethënë ti faktikisht do me i rënu shtyllat e xhamisë e xhamia me radhë, domethënë është një simbolik. Mos prit me qëndru xhamia në kam, mos ti edhe çato i rënon. Subhanallahu. Është interesant që po potencojmë këtu ne. Thot Aisha radiallahu anha këta që erdhën dhe akuzuan Othmanin. Ndodhi nga durët e atyre 3 musibete, 3 fatkeqësi të mëdha. E para se vrasja e tij ndodhi në Dhulhijhe, muajin e shejt. Nuk e respektuan tha shenjtërinë e muajit, që është ndaluar me vrasja. Nuk e respektuan shenjtërinë e vendit, Medinë, në shtëpinë e tij. As nuk e respektuan shenjtërinë e xhilafetit, se kush ishte halifje. Sidomos Othman radhiyallahu anhu. Me gjitha të vlera. Thjesht këta njerëz nuk njohin shenjtëri. Këta njerëz nuk njohin, domethënë autoritet, këta njerëz nuk njohin respekt, nuk njohin nderim. Edhe shkelin zot. Edhe sot ka njerëz të cilët e bartin në mendjet dhe kokat e tyre një ideologji të tillë që për ata armiq më të mëdhenj janë dietarët e hoxhallarët të cilët ose thirrësit e kësaj feje. Përderisa vet ai nëse pak shoshicë se kush është një njeri që para 2 vite ose para 2 ditëve
ka fillu 5 kohët e namazit, e ka lexuar një Ose broshurë, për interesin e vet, çdo gjë e bën të lejuar. edhe diturin mbi fe ai ka të ndërtuar në rrjetet sociale. Ose me thonë kështu ma thjesht, çdo gjë që kur është në interesin e tij është e lejuar. Çdo gjë që nuk është në interesin e tij, apo që është në interesin e umetit, ndoshta për ata nuk është e lejuar. Do thonë lidhin dispozitet e fesë shumë ngushtë me vetveten e tyre. Ndoshta dikush habit, sepse e themi për shembull pse çka është problemi tash, pse në rrjetet sociale mëson dikush edhe, po nuk është metodë mësimit të fesë. Rrjetet sociale janë sa për një ta marrë një këshill, një porosi, një hadith që se ke dëgjuar më Këtë herët, shumë mirë po nuk është dija ajo. e ka cekë edhe Shejh Albani rahimahullah kur thoshte kush e ka shejh mësues librin, para flet për librin, E jo veç internetin. e jo veç internetin. Kush është Po. Do thonë atë autori më shumë i do të gabon se do t'ja qellon. E ku më betën rrjetet sociale ku ka shumë mundësi me u manipulu, tash me këtë inteligjencën artificiale ka shumë mundësi që dikush me bo aq një deep fake, ndonjë falsifikat që duket real, sikur ndaj hoxha ka thënë diçka, në realitet ai nuk e ka thënë ata. Prandaj ulja para dietarëve dhe para hoxhallarëve është rruga e drejtë dhe e vetme për të përfituar dituri. Këta gabimin e radhës që e bënën, ishte shkëputja e pikave të dinit, për shembull se kuptimi i fesë prej gaburon. Është Kurani, hadithi dhe domethënë dhe sahabët, fjalët e sahabëve, veprat e sahabëve. Këta i tejkalun sahabët. Dëshironin që ta marrin domethënë të drejtën e tyre që të flasin për fe, të flasin për vendimet mëdha, duke i tejkaluar gjeneratën e artë. Dhe ky gabim nëse përsëritet prap, e ka dëmin e njëjtë. Domethënë prap humb dikush. Fundit secili do ta mendojë dhe ta logjikojë se a do të jetë një prej pasuesve të Abdullah ibn Sebes apo do të jetë një prej pasuesve Osmanit dhe Khalifët të drejtë. Po gjithëruar, të i kalum kohën, Hajrish. po alhamdulillah ishte bisedë shumë e këndshme. Allah në lusë që të shpërblen Amin gjithë inshallah. me të mirat e tin këtë botën tjetër, e inshallah ka mbet edhe me u zgjeru pakas për jetën e Aliut radhiyallahu anhu. Shpresoj se inshallah javën që vjen do ta mbarojmë edhe bisedën për Aliun radhiyallahu anhu. Anjëherë Allah shpërblen, faleminderit shumë. Faleminderit Të nderuar vëllezër dhe motra, ky ishte epizodi i podcastit Mejlis për Osman ibn Affanin radhiyallahu anhu. Shpresoj të përfitoni nga kjo bisedë e këndshme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.